Këto mesazhet e fundit të përcjell nga dhomat e specializuara në Hagë nga ish-kryer të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të cilët prokuroria ka kërkuar nga 45 vjet burg për secilin. Shohim tjera zhvillime. Presidenti serb Aleksandar Vučić, që ditëve të fundit po shqetësohet nga aleanca ushtarake Kroaci-Shqipëri-Kosovë, ka komentuar edhe për forcën e sigurisë së Kosovës. Sipasi ushtria e Kosovës, të cilën ai e quan ushtria e Prishtinës, është më e fortë se ajo maqedonase dhe malazeze sipas indekseve amerikane. Nuk po e them unë, kjo është pikpamja e tyre, jo e imja. Mëtej Vučić, duke folur për aleancën e Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë, ka thënë se ajo është kërcënimi më i madh për Serbin dhe sa ata duan ta shkatrojnë Serbin. Vučić ndodhet në Indiku po merr pjesë në samitin e inteligjencës artificiale. Sipas Kosova ju takua me kryeministrin Modi, presidentin francez Macron, si dhe kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Kroacia ka nënshkruar një deklaratë për bashkëpunim ushtarak me Shqipërinë dhe Kosovën me 18 mars të vitit kaluar. Kjo u prit me mosmiratim nga Beogradi, zyrtar i cili vlerësoi se kjo minon stabilitetin rajonal dhe është një kërcënim për provokim të drejt për drejt ndaj Serbisë. Ata e formuan dhe e krijuan atë në mënyrë që të pristin mundësinë për një konflikt mes Europës dhe Federatës Ruse një ditë dhe kur kjo të ndodh, ata mund ta pushtojnë Serbinë nga disa drejtime të ndryshme, tha Vučić. Kërcënimi më i madh për Republikën e Serbisë është aleanca ushtarake Kroaci-Prishtinë-Tiranë, tha ai me 13 shkurt edhe në Myni. Por Kosev, duke thumbuar Vučić, shkruan se ai ndryshon kur flet me homologën e tij kroat. Toni është më pajtues. Sonte fola gjatë me kryeministrin kroat Andrej Plenković dhe për herë të parë mbi temën e aleancës ushtarake mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Nuk do të ishte e drejtë ta ngrija dhe të thoja gjithçka, por me një fjali mund të them se kryeministri Plenković tha se nuk ishte drejtuar kundër Serbisë. Çdo gjë tjetër që do të thoja do të dilte përtej kornizës qetësuese dhe sjelljes së mirë dhe do të shkelte disa rregulla të mirëbesimit dhe bisedës racionale që bëhet në një rast të tillë, tha Vučić gazetarëve. Sa i përket asaj aleance, mendoj të njëjtën gjë që mendova dje dhe pardje, por nga mirësjellja nuk doja të thoja atë që them dhe atë që thash, sepse nuk është e drejtë, ka theksuar Vučić, ndërkohë që Vučić shquhet për qëndrimet e tij të ndryshme në Beograd dhe të ndryshme kur është në arenën ndërkombëtare nga Washingtoni, Brukseli, Moska apo vende të tjera. Madje vetë zëdhënësja e Kremlinit ka theksuar se nuk di se cilit Vučić t'i beson, Vučićit që është në Serbi apo Vučićit kur takohet me Vladimir Putin në Moskë. Ndërkohë që historia tregon të kundërtën, ai që ka qenë gjithmonë agresori ndaj fëmijëve të saj ka qenë Serbia dhe asnjëherë nuk ka qenë as Kosova dhe as Shqipëria.